E trisht. Ky është njeriu që i dha fund jetës në Pogradec. Guido Dervishllari është njeriu që i dha fund jetës ditën e sotme në fshatin Rëmenj të Pogradecit. 20 vjeçari, që prej kohësh punonte si fotograf, u gjeti vetvarur rreth orës 14:40 në kodrat pranë fshatit Rëmenj nga banorët e zonës. Këta të fundit njoftuan familjen dhe policinë. Miqtë e tij kanë shpërndarë dhimbje në rrjetet sociale, duke e përshkruar si një djalë të qeshur, të dashur dhe gjithmonë plot energji. Hetimet prit të hedhin dritë mbi shkaqet që e çuan këtë të ri të ndjeshëm drejt një vendimi kaq të dhimbshëm e të pakuptueshëm.